dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Ministri Financave Petrit Malaj nga Krutja u bën apel fermerëve që të aplikojnë për kompensimin me 10% të TVSH-s për shitjet e produkteve bujqësore. Ministri Financave Petrit Malaj zhvilloi një vizitë pune në Lushnjë për të ndjekur zbatimin e skemës së re të kompensimit me 10% të TVSH-s për fermerët e cila ka hyrë në fuqi më një korrik. Gjatë vizitës në Krutje, ministri u bëri thirrje fermerëve të përfitojnë nga skema e cila synon të rrisë mbështetjen financiare dhe të formalizojë sektorin bujqësor. Nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar me kompensimin në masën 10% të TVSH-s për gjitha produktet bujqësore ose blegtorale të cilat shiten kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo tek pikat e përpunimit. Më pas fermerët u njohën me procedurat e aplikimit në sistemin elektronik e-filing. Sipas të dhënave paraprake, shuma potenciale për të kompensuar ndaj fermerëve për periudhën 1 janar deri me 30 qershor është në vlerën 13.8 milion euro. Le të shohim nga afër se sa i thjesht është ky proces, mund të bëhet lehtësisht nëpërmjet sistemit e-filing, ku fermerët mund të hyjnë në llogarinë e tyre, aty janë të gjitha faturat e rregullta tatimore të listuara dhe mjafton me një kërkesë të thjeshtë dhe me numrin e llogarisë bankare të kryejnë aplikimin, e cila pastaj më tej do të vijohet nga ana e administratës tatimore për të bërë dhe rimbursimin drejt për drejt në llogarinë tuaj bankare. Ne ju kemi mundësuar fermerëve që në rast se hasin vështirësi për sa i përket procesit të aplikimit online, mund t'i drejtohen drejt për drejt shërbimit ndaj tatim paguesit në drejtorinë rajonale tatimore më të afërm. Sipas administratës tatimore, nëse aplikojnë të gjithë fermerët që plotësojnë kriteret, vlera e kompensimit për 6 mujorin e parë të vitit 2026 pritet të arrijë në rreth 1.35 miliard lek ose afro 13.8 milion euro. Ndezi zjarr për të djegur mbeturinat. Arrestohet 57 vjeçari në Lushnjë. Një 57 vjeçar është arrestuar nga policia e Lushnjës pasi dyshohet se ndezi zjarr për djegjen e mbeturinave në pronën e tij. Por flakët dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën në tokën e fqinjit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Në përpjekje për të shuar zjarrin, pësoi djegje i zoti i pronës, fqinji e autorit. Policia njofton se si rezultati veprimeve hetimore të kryera për zbardhjen e autorësisë së një rasti zjarrvënjeje, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan shtetasin IK, 57 vjeç, banues në fshatin Lumth. Ky shtetas dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij në fshatin Lumth për djegjen e mbeturinave, por flakët janë përhapur në tokën e fqinjit të tij, shtetasit AA, ku si pasojë janë djegur një mjet bujqësor zetor, një rimorkjo dhe baza ushqimore për blegtorin. Shtetasi AA në përpjekje për të shuar flakat në pronën e tij ka pësuar djegje. Ai mori mjekim në spitalin e Lushnjës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprën penale shkatërrimi pronës me zjarr. Drejtoria vendore e policisë Fier apelon për të gjithë qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi do të përballen me ligjin. Gjithashtu fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të kësaj veprimtarie kriminale dhe çdo palishmëri tjetër, duke ju garantuar anonimat, reagim të shpejtë dhe të paanshëm. Mbyllet me sukses shkolla verore e bashkisë. Vihet re interesi në rritje i të rinjve. Për të 6 vit radhazi shkolla verore organizuar nga Bashkia Lushnjë ka përfunduar me sukses pas 10 ditësh aktivitetesh, lojrash dhe trajnimesh të zhvilluara nga ekspertë të fushave të ndryshme. Sipas përgjegjësit të qendrave komunitare Arbër Kuka, këtë vit interesi ishte më i lartë se në vitet e mëparshme, ndërsa pati kërkesa për pjesëmarrje edhe nga fëmijë në moshën 15 vjeç. Ai theksoi gjithashtu se bashkia synon të zgjerojë këtë projekt edhe me organizimin e një shkolle dimërore. Shkolla verore 2026 është viti i 6 që organizohet. Bashkia Lushnjë ka mbi 6 vite që organizon çdo vit shkolla verore. Këtë vit shkolla verore organizua për 10 ditë, pati trajnime nga ekspertë të ndryshëm, mjedisi, kultura, eksperiencat ndërkombëtare që kanë të rinjt në projektet Erasmus. Të rinjt të përvetsojnë më shumë njohuritë e tyre që kanë në fusha të ndryshme, gjithashtu pjesë e këtyre trajnimeve dhe lojrave që ne organizojmë këtu, të rinjt kanë mundësi që të njohin veten e tyre në sfida të ndryshme, gjithashtu ata mund të krijojnë shoqëri të reja. Pjesëmarrja në këto vite ka sa vjen dhe rritet më shumë, por kemi vënë re që në këto vite
është një grup mosha pak më e vogël, ne kryesisht punojmë me moshat 15 deri në 29 vjeç, por këtë vit në shkollën rinore kemi pasur aplikime edhe nga nxënës, të cilët janë nga mosha 12, 13, 14 dhe në 15 vjeç që ne i kemi në program. Gjithashtu ne po planifikojmë që siç po organizojmë shkollën verore, mund të organizojmë dhe shkollën dimërore. Jemi në hapa për ta zyrtarizuar që të kemi të paktën 2 shkolla gjatë vitit, shkolla verore dhe shkolla dimërore. Edhe të rinj pjesëmarrës u shprehen të kënaqur me eksperiencën e fituar duke vlerësuar aktivitetet, trajnimet dhe mundësinë për të krijuar njohje të reja. Jam pjesë i qendrës prej 3 vitesh, të vazhdoj të vi çdo vit edhe në shkollën verore. Jemi kënaqur shumë këto 2 javë dhe bëjmë aktivitete të reja, trajnime dhe kam mësuar shumë gjëra të reja. Gjithashtu do vi të vazhdoj në çdo vit që do të organizohet shkolla verore, sepse këtu takoj persona shumë të rinj, bëj trajnime shumë të reja dhe kaloj një kohë shumë të mirë me miqtë e mi dhe gjithashtu njoh persona shumë të rinj. Në përfundim të shkollës verore, pjesëmarrësit u pajisën me certifikata nga kryetarja e bashkisë Riselda Sefa gjatë një ceremonie simbolike të organizuar në ambientet e bashkisë. Stina e Nxehtë shton vizitat tek dermatologët në Fier. 40 pacientë në ditë i drejtohen dermatologëve në poliklinik. Sëmundjet e lëkurës janë përkeqësuar gjatë Stinës së Nxehtë në Fier. Sipas dermatologëve, vetëm në një ditë në poliklinikën qendrore paraqiten mesatarisht 40 pacientë në ditë. Numri më i madh i pacientëve që kërkojnë trajtim nga dermatologu në këtë periudhë kanë probleme me alergjit, më pas renditen infeksionet e lëkurës dhe pacientët me sëmundje tumorale si melanoma, e cila mbetet një nga format më agresive të kancerit të lëkurës. Duke patur parasysh faktin që jemi në Stinën e Verës, është vënë re një shtim i rasteve të sëmundjeve të lëkurës, kryesisht sëmundjeve alergjike dhe sëmundjeve infektive. Këto zakonisht preken më shumë moshat e vogla, sidomos sëmundjet infektive, sëmundjet bakteriale. Për shkak të faktit sepse vjet re një frekuentim i pishinave apo i ujrave të ndotura dhe kemi shtim të rasteve të sëmundjeve alergjike dhe sëmundjeve infektive. Ajo që duhet kemi ose që t'i vëmë shumë theksin janë për sëmundjet tumorale, domos në moshat e mëdha, për shkak të ekspozimit gjatë gjithë jetës të faktorëve që shkaktojnë këto lloj sëmundje, por që është vënë re kohët e fundit edhe një shtim i rasteve në moshat e reja. Numri i lartë i pacientëve sipas mjekëve vjen edhe nga neglizhenca e qytetarëve për masat mbrojtëse. Këto të fundit nuk vlen vetëm për plazhet, pasi sipas mjekut Sina, ekspozimi në diell duhet edhe gjatë daljes në qytet në orët e pikut. Akoma nuk kemi një kulturë të mirëfillt shëndetësore, nuk është se përdorin shumë kremin mbrojtës, por nuk evitojnë atë pikun e diellit. Shkojnë në plazh orar pa orar. Por dihet që piku i diellit 12:04 është ekspozimi maksimal dhe rrezatimi diellor më i dëmshëm. Gjithmonë rekomandohet frekuentimi deri në orën 10-11 para ditës dhe mbas orës 4-5 mbas ditës, sidomos për këto grup mosha që janë më të prekura. Shqetësues mbetet shtimi i pacientëve me sëmundje tumorale në Fier. 15% e pacientëve që paraqiten për vizitë mjekësore rezultojnë të prekur nga këto sëmundje dhe fatkeqësisht nuk janë të prekur vetëm grup moshat e mëdha, por edhe ato të reja, ndërsa ka theksuar se nuk kanë munguar edhe fatalitetet. Sëmundjet, siç është melanoma, patjetër, është një nga kanceret më vdekëprues. Natyrisht sëmundjet e tjera janë më të kontrollueshme ose më të mjekueshme, por melanoma ka patur raste edhe mosha të reja. Janë vdekëpruese, sidomos për shkak edhe të neglizhencës, për mos ekzaminim e nishaneve rregullisht, që është shumë e rëndësishme. Çdo lloj nishani që ndryshon, që gjatë gjithë kohës ndryshon ose ka ankesa të ndryshme duhet kontrolluar te mjeku dermatolog. Përballë kësaj situate, Sina ka apeluar për kujdes të shtuar për masa mbrojtëse ndaj diellit, pasi pavarësisht sensibilizimit të vazhdueshëm, ende nuk është kthyer në kulturë. Ai u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë sezonit veror, pasi parandalimi dhe kontrolli i hershëm mbeten mënyra më e mirë për të shmangur komplikacionet e sëmundjeve të lëkurës. Videoja në rrjetet sociale çon në ndëshkim shtetase në Divjak. Gjobitet me 80.000 lekë dhe i pezullohet patenta për një vit. Një video publikuar në rrjetet sociale ku shfaqej një drejtuese automjeti duke lëvizur me shpejtësi mbi normat e lejuara ka çuar në ndërhyrjen e policisë rrugore. Në njoftimin e policisë thuhet se u shoqëruan në ambientet e komisariatit të policisë Divjak drejtuesi i automjetit, së bashku me automjetin që drejtonte dhe ndaj saj u mor masa administrative me gjob në vlerën 80.000 lekë për shkeljet e parashikuara nga kodi rrugor.
Gjithashtu, si mas plotësuese, drejtuese së automjetit ju pezullua leja e drejtimit për një periudhë 12 mujore, pasi rezultoi se drejtonte një automjet me fuqi motorike më të lartë se ajo e lejuar për kategorinë e lejes së drejtimit që ajo zotëronte. Policia rrugore apelon sërish për respektimin rigoros të rregullave të qarkullimit rrugor dhe fton qytetarët të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të shkeljes së këtyre rregullave, duke u garantuar reagim të menjëhershëm dhe veprim në përputhje me ligjin. Në Fier kanë ndodhur 2 aksidente me 2 të plagosur në më pak se 24 orë. Mes të plagosurve është edhe një i mitur. 2 aksidente rrugore të ndodhura brenda më pak se 24 orëve në Fier kanë lënë të plagosur 2 persona, mes tyre edhe një i mitur. Aksidenti i parë u regjistrua pas ditën e djeshme në aksin e vjetër Fier-Vlorë, në vendin e njohur si kthesa e Qarrit, ku përplasën një automjet tip BMW dhe një kamionçinë ngarkuar me ushqim për bagti. Si pasojë e përplasjes, mbeti i plagosur pasagjeri i kamionçinës, i cili u transportua me urgjencë në Spitalin Rajonal Fier për ndihmë mjekësore. Ndërsa para ditën e sotme, një tjetër aksident ndodhi në unazën e madhe të Fierit, ku një automjet tip Ford doli nga rruga. Si pasojë u plagos një i mitur që udhtonte në sediljen e pasme të automjetit. Ai u dërgua menjëherë në Spitalin Rajonal Fier, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Në të dyja rastet, shërbimet e policisë dhe grupet hetimore kanë kryer veprimet në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidenteve. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.